Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu taslima ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Vëllezëruar, po vazhdojmë edhe me tutje me emrin e Allahut Azza wa Jall El-Alim, edhe me dobitë e shumta që i ka ky emër dhe ndikimet e ndryshme dhe të llojshme që mund të shkaktojnë në jetën tonë të përditshme në kuptimin pozitiv. Andaj, me të vërtet, nuk ka më të dobishme për një rob, nuk ka më të mirë për një njeri që të përmirësohet me emrat e Allahut Azza wa Jall. Andaj, nëse njerëzit sot për shembull e krahasojnë apo e masin kualitetin e edukimit të dikujt dhe kualitetin e arsimimit të dikujt në bazë të shkollës ku ai mëson, u mendoj se kjo pastaj thën të gjitha kriteret e vlerësimit apo. Për shembull, filoni është shumë i edukuar, pse? Valla ka mësuar taj e morën vesh, apo se ka qenë tek filon edukatori i njohur ose tek filon arsimtari e ka pas arsimtar kësaj lamie, kësaj lande kështu më radhë. Nëse na jemi duke u edukuar në shkollën e emrave të Allahut Azza wa Jall, duhet të dimë se nuk kena mësues më të mirë apo. Nuk ka nevojë me i lakmu asnjë shkollë tjetër. Nga se të gjithë janë për të lakmu kësaj shkolle, ku njerëzit edukohen në frymën e kuptimit të drejtë të emrave të Allahut Azza wa Jall, nga se nuk ka diçka që mundet me e përmirësu këtë njeri, nuk ka diçka që mundet me i ofru edukim dhe arsimim kualitativ këtij njeriu më tepër dhe më mirë dhe më suksesshëm se sa njohja e Allahut Azza wa Jall. Ka se njeriu përmes njohjes së Allahut xhallahu ala njeh pasaj shumë gjëra tjera. I hapen horizontet e njohurisë të shumta që nuk kanë pas mundësi të hapen, po të mos ishte njohja e drejtë e Allahut Azza wa Jall. Andaj, ne jemi në këtë medrese, jemi në këtë shkollë, duke edhe u arsimuar, nga se po furnizohemi me informata për Zotin tonë, po edhe jemi duke edukuar me këto dobi që në i sjellin emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Andaj po vazhdojmë edhe me pjesën e mbetur të këtij procesi të edukimit përmes emrit të Allahut xhallahu ala El-Alim. Përmendim se një nga kuptimet e drejtë të emrit të Allahut El-Alim dhe ndikimeve të këtij emri tonë është gjithashtu të qetësohemi, të pushojmë, të ndihemi komod, rahat, madje edhe krenar në pasimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në zbatimin e mësimeve të Kur'anit edhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se Kur'ani dhe suneti vijnë nga ai që e ka emrin El-Alim. Andaj ai din, andaj na ka sill këtë shariat. Gjithashtu prej asaj që mund të përfitojmë nga ky emër është se çdo kush prej neve kalon për sprova të ndryshme të kësaj bote, qoftë smundje apo varfëria apo borxh apo çka do qoftë. Dhe njeriu munduhet të gjejë ngushëllim në këto situata me çfarë do mënyrë që është e mundshme. Madje nganjëherë ndëgjojmë se disa njerëz ngushëllohen për gjendjen që kanë edhe me gjëra shumë banale dhe çesharake. Për shembull, para disa ditë e pash, më sigurt keni pa dhe ju përmes mediave një panair në një shtet të Amerikës Latine, ku njerëzit kishin dëshirë me pas diçka. Ka dikush që me pas parë, dikush diplom, dikush me pas makinë të mëdha dhe për mangësinë e këtyre ngushëlloheshin si. Qysh ja bëshin vetë çefin se kom bu mirë. Apo është një panair ku ata merren me veti në miniatur, apo në version i zvoglum, i asaj çka i dën. Për shembull, do të pas autobus, nesër dikush e ke shkuar në treg në autobus të vogël. Apo dikush që treg i madh, shitshin dëshirat njerëzve. Kesh dollar, po dollar këso domon, që i blen me 10 cent, $200,000 ato. Apo çështë kesh sa në të livar, diploma, dikush ka që me diplomu. I merrin ato dhe shkanin dhe stërpikeshin për një ujë të caktuar në prifti tyne apo. Dhe ngushëlloheshin me këtë se kush arrin, apo që me këtë të afrohet atje në të ardhmen do zmadhohet kjo apo. Njerëz të edhe në këtë mënyrë ja bëjnë vetë çefin apo. Me lodra, me diploma, më çështë munduan me ja bëjnë vetë çefin apo. Edhe jetojnë. Edhe jetojnë munduan me mbijetu edhe depresionet edhe shqetësimet e ngushëllohen edhe me kësi punë që të neve na duken çesharake, që njëri çon autobus të vogël, nesër tani ai bëhet i madh.
As fëmia këto nuk e bën. Fëmia autobusin po që kombojnë madh kon. Po ti do me kon lodër, se s'ka që më rrit. Apo ama as fëmia se kupton kështu. Andaj njerëz mundon të thashë ndër më ngushëllu. Gjithçysh ka mundësi, më apo vetë çefin, apo se ka më mirë apo. Para mëno kur ti ngushëllosh apo me kuptimin e drejtë të emrit Allah El Alim, ai e din se unë çush jam apo. Ka ai e din, kur themi na ai e din çush jam unë, nuk është kjo veç thjesht konfirmim i dijes. Jo. Po kur Allahu e din, çka nuk kupton kjo? Në kuadrë të kësë dije aktivizohen me 10 emra të tjerë. Apo, kur ai e din, une që kam ka ndodhë, apo, ai është i urtë. Ai është gjithashtu i mëshirshëm. Ai është gjithashtu falës. Ai kur e din, krejt të tjerat vinë pastaj pas kësaj. Për shembull, sikur se njëtë ndonë të përditshme. Në njëri, hiek, ka mundësi, sikur se ka përmenë Allahu xhallahu ala në Kur'an, për njerëzit që nuk lypin. Njerëzit nuk lypin. Mund të ketë gjendje ekonomike jo të mirë, mund të ketë borxhe, mund të ketë probleme të caktuara, por nuk kërkon. As nuk i thot njerëzve kur se ka nevojë atë. Allahu thot yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Nga kujdesi i tepërt njerëzit kanë përshtypjen se ky ka miliona. Yahsabuhumul jahil, ignoranti, jo ignoranti kuptim pa që s'din gjendën e tij, yahsabuhum aq din musil, apo sa që njerëzit e konsiderojnë agnia, shumë pasën, shumë kanë. Kur flet me ta, rrin me ta, asnjë përshtypje s'ta jep se s'ka. A ndoshta ka shumë borxhe, ndoshta ka shumë probleme, ndoshta. Dhe nuk qelet, as nuk tregohet. Njerëz të tillë, për shembull, disa nga bamirësat e caktuar, mjafton veç me ditë. Si ka punë mirë, si të din, apo a që s'ndan në gazeta, joja, po si të marrë veç si ka punë mirë, me automatizëm aktivizohet pastaj bujaria tyne, aktivizohet pastaj mëshira tyne. Këta aktivizohen mas çkavit, mas dijes. E nëse Allahu xhallahu ala nuk i paraprin pa dija, pa e gjithmonë din, a nuk do të më konë një ngushëllim ekstra për neve, se do të aktivizohen krejt tjerat pastaj kur ai e din gjendjen tonë. Çdo njeri në botë mundet me mshef gjendjen e vet. Mund me mshef gjendjen, kjo është e mundshme, ka se Allahu xhallahu ala ka përmend se ekzistojnë kësi kategori njerëzit, apo mund me mshef. Ka njëri ka sprova çaq të mëdha. Saqë kur thrim me ty ti mendon se ti më i sprovon se ky lëmë ky. Dhe sa ai një pjesë ose me ta gjujt në qafë ty aptan, domthon me qitar e në shkruan që kur s'foli mua as më ne çashtu aptan. Ka kështu ndodhin apo. Andaj njëri mund me arrit me mshef sprovën e vet. Kto mund me arrit. Mirë po. Vërtet ka me mshef gëzimin kur dikush që mund me nimu e merr vesh se ka ndonjë përndim. Dallon kjo pikë kësaj apo. Andaj për shembull njëri nuk e shpreh borxhin që ka. E mshef. Po që dikush në ndryshme e ka kuptuar se ka borxh. Apo. Edhe i vjen lajm të filoni e mor vesh se ka kallzu, e ka marrë filoni apo. Vet fakti kur se filoni e din tash këtë gjendje. Për njerëz që mund me ndihmu këtë drejtim, është një farllë përgëzimi për të imrenshëm. Ai se ka kërku, po ndihet i tillë çashtu aftë. Veç kur e din se filoni pa e din hallin e vet. Pse? Sa ai si të din nuk rin dur kryq më aftë. E ka pas shtirë dhe se ka marrë vesh. Sigur se na themi, e kum pas shtirë të marrë vesh çuçi ki punë, tash mos dvesmo. Apo nuk të pyesmo. Andaj dituria sjell një varg, pastaj vlerash dhe cilësisht mira. Qëse njëri që ka një tro iman në zemrën e vet për shembull, ose pak mëshirë, a ka mundësi me marrë vesh? Me ditë, kurse din, arsyetuohet, nuk e dim. Por me ditë se dikush për muslimanëve ka një barë që nuk e lën natën me flajt, as nuk e lën ditën atë me dal. E tani rrin dur kyç, unë e pedi valla, edhe kush e më shumë? Kështu s'un rrin zemra e çetën e muslimanit. Prandaj veç fakti me e ditë nuk kupton se tash vinë përmes derës së kësaj dije shumë gjëra tjera. Edhe pse ai që po e din, ka mundësi më rreziku me çka? Me harres. Na tham, e din mas një problem i bën atij, harron keqi për t'ju kom punave. Harron. Apo ai që e din ka mundësi me ditë pjesërisht. Ai ka marrë diçka, ai halos din këto punë tjera.
Apo megjithatë me gjithë këtë detyri të kufizuar, të rrezikuar arrest, është një vëllë ngushëllimi apo. E çfarë ta mëron kur hallin ton realisht, gjendjen tonë realisht e din ai që i gjithdijshëm apo. Apo atëherë çka duhet robin këtë situatë me bëu? Sikur që e kam përmend. Nuk ke nevojë detajisht më sqaru Allahut azza xal se sa ke që ki punë të përë. Për shembull, o Zot, unë ka rrugë një bërq, apo që ka që pari kom bërq, e si pasoj e kësaj, duhet të një me shqitë edhe këta, se s'pikon punë të mirë, që është ki nevojë me usëru njerit. Njerit më shku mi thonë që i kom bërq, a i qka thotë, po mirë më la, s'ki di qka me shqita, se a i tash donë këtë mi po mundësi që të një me ki bërq. Për me të një mu. Njeri ka nevojë për raport. Dhe nga njëri kër raport është jashtëtuar, normal. Ama Allahu xhallahu ala nuk ka nevojë për raportim të detajzuar të gjendjes. Jo. Ka nevojë për ulje të detajzuar. Jo për raportim të detajzuar. Çka nuk kupton kjo? Disa njerëz kur të lutin Allahu xhallahu ala për me zgjidhur një problem të caktuar. Çka do të qoftë ai? Smuja bërç të lashë të fare, apo ma shumë i kushtojnë vëmendje ankesës gjuhësore me gojë, apo se sa gjendjes së zemrës për balë Allah xhallahu ala që e kapta. Jo, krejt vëmendjet me konë të zemra, çdo pjesë e saj, çdo detaj i saj, apo duhet me qenë në parullet e Allahut azza xal. Ndërsa gjuha e mjaftueshme është me u ankuapta. A ka njëri që ka mundësi me u spëru ma shumë se Ejubi alayhis salam? Nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi. Në ato që ka ajo sëpravu, tash nuk ka punë që nuk ka sëpravu, dikur mirë, për në ato që ka ajo sëpravu, kur bivele për smundje, për shembull, 18 vite, i ka ra mishi për i trupit, që shut, copa, dhimbja atashma, 18 vite, të gjithë fëmijët i kanë vdekë. 18 vite, varfri e skajshme, buk s'ka pas me hongra, një njeri, apo që i ka shti grushtat në arri dhe i ka gjuqë që shtopta. Ejubi alayhis salam. 18 vite, akuza të lloj-llojshme nga njerëzit. Kush e di çfarë gjunoja ka bëu që s'pala zoti syt me qela ata. Kjo është e mjaftueshme për njerit ndershëm, që jam i thon. Kur gjë janë smujet, që janë fjalët që njerëzit e kontestojnë pastërtinë e ndërgjegjën tonë ata. Ka shumë kështu. 18 vite krejt si sprovafën. I kanë thonë, lutë Allahun azza xal, ti ata që kanë dashur, gruaja vetë që i ka metë vetmja. Ka thonë, kam jetu kaq e kaq vite pa asnjë të lashe. Apo deri sa të barazohet sprovën me begatin, vjen turp me i thonë dramagjendin apo. Po 60 vjet veç mirë. Më ka sprovu tash 6 vjet, 6 me 60. Le të bëna pak do tani kur pse kjo është haram, me lut çat ditë lut Allahu xhallahu ala, po flas për gradat, që ka do shkollë manal, ças ka. Apo e pastaj kur e ka lut Allahu xhallahu ala dhe këtë e ka lut si pasojë një presioni apo të fjalëve të shumta që kanë vënë ndikuar te gruaja vet atë. Historia e Jubit është tjetër, nuk është tema jon, por kur e ka shpreh që kjo është edukata e pejgamberëve me Allahun azza xal, kur të lutin edhe kur e njohin Allahun me emrin e tij El Alim. Ka thonë inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Çka? Këtë të lashe 18 vjeqare me lloj sprova, apo që të dy fjallë i ka thonë. Dy fjallë, gjysa jenë lavdrim Allah xhallahu ala, s'kan të bujnë me sprovën. E ku e ka? Inni massani yadurru. Mum ka kaplu një dergjë. Çka? Edhe këtë ka bërë se adhurim dhe Allahut është mja shpalos galen. Jo pse nuk e din, po ka qef me nipi teje, diri që të mos, jo me të pru. Apo? Jo me të pru. Inni massani yadur, mum ka kaplu një gale. Ase ka kalzu gale a thmive, qatë po bëjtësh, jo mësu me një thmi të ngajt në përshpeja zëtë, s'peni bre mo, jo mësu El Alim. Ti baje galen qysh ki me lavdru, ti baje galen qysh ki me ju nështru, apo? Nërsa është pjesë e mbetur, ta ajo është, aje din, sa jemi të keq, e sa ki nevoj, ketë aje din, apo? A në nga njerë njerëzit thash,
duke harxhu dhe shpenzu energji, mi asqaru Allahu gjendjen e sa keq umet pa këtë punë, harrojnë ka shkoj zemra. Apo e fatkeqësisht në momente dhe këtë monen më mirë dhe ndëruar apo. Nga njëre fatkeqësisht njëri si pasoj e kësaj shkapërderdhje, edhe në momentin kyç kur duhet mu lidh me Allahun Azza wa Jall, lidhet me sebepin apo. Për shembull, kur e ka një gale, e lut Allahun Azza wa Jall. Mirë po, me bëmet kur zemra. Zemra din ku e ka? E ka atje kur vjen e mira, sa mirë ka me kon. Apo është lidh me përgjigje. Apo për lut o Zot, mundso ma kët, ndoshta zemra sa të thot, më jap disponohet për shkak të ndjenjes se ka mundësi më ardh, jo për shkak të kënaqësisë së adhurimit ndaj Allahut xhallahu ala. Andaj kjo mund të jetë pengesë për përgjigje në rrugën të caktuar. Për këtë arsye, Allahu xhallahu ala është el-alim. A e din gjendjen tonë, a e din hallin tonë, a e din kush jemi, apo sikurse ka mund tek edhe el-basir, ai po të sheh Allah, ai po të sheh. Edhe fakti që Allahu xhallahu ala, domthon, po e vonon, po thonë kështu kushtimisht, dhe ato në aspekt tonin po e vonon, tek Allah s'është vonim, po është me kohë, po vonohet për neve për ato këtë vonume. Gjitha kjo është në bazë të dijes. Apo nuk është duke vonu për shkak se nuk po dim pret, pe di që po të merreni me bozidje. A është të mënuar me bozidje? Se ja, e ka gatshme e ka. Ti kanë vonuar me bozidje kush se ka dalë të mënuar me bozidje, unë nuk ka s'po duhet më po s'po di çish. Kjo si mungon Allahu të thonë. A e din? Apo e din edhe sa duhet. E din edhe nëse nuk bëhet sot, e mas njëve çish bëhet puna. Edhe këtë e din. Si kallza. Se ka pa diku të thujë ja sot, tani mas njëve mas vet bëhet. S'kemë më kallzu mas njëve çka bëhet. E din edhe këtë. Andaj ju të është të janë në zemrën tënde. Prandaj të ndëruar Jakubi alayhi salam është pejgamberi i Allahut azza xal. Mi po është edhe mësuesi i njerëzimit në kalimin e sprovave përmes emrave të Allahut azza xal. Ai përmes njohjes së Allahut xhallahu ala që ka pas, apo ka të kalu sprovat të rana që ka kalu në për ta. Ai me një rast ndoshta në kulmin e sprovës kur i ka humb Jusufi alayhi salam. Pas shumë viteve, e dini, kur ka shku bitë e ti me marrë ndihmë në Egjipt, të Jusufi alayhis salam, ata nuk kanë ditë që është Jusufi alayhis salam. Atë Jusufi alayhis salam ka bën një lloj veprimit caktuar për me ndal vllahun e vet afër vetes sij, vllahun e vet nga nona dhe baba. E pastaj kur e ka ndal me atë hilen që ka bërë, hilen e lejume, është ndal edhe një djalë i Jakubit, ashtu ka thënë se na e kanë dhënë besën babës, nuk kanë më kthy pa këtë djalin apo. Ky u ndal asun zvi. Hatta ya'dhana li abi. Dhe sot je baba leja apo. Thot hajde se ti ski fajon e vi. Ama për disa baba se ple çto komunet. Edhe kam 3 djalë, për njëri ka upi Jakubi alayhis salam. Kur u kthy dia mi kallzua apo thot. Çka ka thënë Jakubi alayhis salam? Bel sawwalat lakum anfusukum amra. Fasabrun jamil. Asa Allahu an ya'tiyani bihim jami'an innahu huwa al-alim al-hakim. Që ka emrin al-alim se ka përdor për mrekulli Jakubi alayhis salam. Ka thonë bel sawwalat lakum anfusukum amra. Ata i ka thonë vallahi na nuk dim, po u lajmëru që vjedhje, na s'kena nuk na pas aso që ka kena pa, nuk dim të tërë. Ose lil qarje, pëtë tje dhe karavan që ku me neve, këtë vete që shtu kom puna. Jakubi ka bel sawwalat lakum anfusukum amra. Ne keni një pështjellim dvetin, sikur se me Jusufin që keni bëhë. Këto, mirë po, unë nuk do të mira me detalët e kësaj. Kush e ka bëhë, që ka bëhë, pëse? Fa sabrun gjemil. Do të bëj sabër gjemil. Sabër gjemil është pa asë një tro ankese. Andaj, sa ma te për zhveshet sabri nga ankesat, zbukurot. Andaj ka thonë sabër i bukur, gjemil. Fa sabrun gjemil. Ka thonë vetë sabër, ka thonë gjemil. Dhe kur bën sabër, pa sabri ti, sa është fort i shishëm, as i hishëm.
Ai sabër po, ja, sabri më i bukur, se sabrin e zbukuron me mshilgujen. Si të qelsh nis me prish. Andaj ka unë se këtë më bëhet mos se bëj. Asallahu an yatiyani bihim jami'a. Shikoj subhanallah, mos të për kadal çu më vjedhë, ku këtë kapitull në mshirë mo. Unë mo, absolutisht, një herë e këna qelë këtë kapitull, në këna dhe ka ngur uku. Zdu me një mo, apet e ka ngur diçka tjetër. Subhanallah, kjo sa ka fik këtu, të trajtimit të problemit nga në Jakubit a.s. Këna asallahu an yatiyani bihim jami'an. Unë jam i bindur se asa, apo ndoshta, po në Kur'an është me bindje. Unë jam i bindur se Allahu ka me misil të tret. Jesu në ka ngur uku. Të edhe pi ukut e nxire vjen këto. Apo? Pse? Shika arsyetimin. Innehu huwa al-alimul hakim. Nëse, aja është i gjithdijshmi dhe i urti. Allahu e din ku është Jusufi a.s. Apo? Dhe për atë që i ka ndodhur Jusufit a.s. është tërësisht në përputhje me urtësinë Allahu xhallahu ala. Gjithashtu Allahu e din pse është dashur me ushit Jusufin treg, si rab. Pse? A e din? Jakubi nuk pe din që djalet po shitet, po Allahu pe din. Mos e di fshane e mjaftueshme që Allahu e din. Dhe këtë rast ai kur pe din, gjithashtu është el Hakim. Te diturinë e tij e përdor në përputhje me urtësinë, duke vendosur çdo gjë në vendin e vet. Andaj këtë është në kontroll. S'ka diçka jashtë kontrolle. Dhe tërë kjo kontroll është në përputhje me dije të plot dhe me urtësi maksimale. Andaj s'kam çka më shqetësu për këtë punë. Prandaj ulemat kanë thënë pejgambert, sikur në këtë rast, edhe besimtari, në raste kur kërkohet durimi dhe kur pritet rrugdalja, gjithmonë këta dy emra përdoren duke i dhënë përparësi emrit Allahut El Alim pastaj El Hakim. Prandaj i ka dhënë përparësi Jakubi alayhis salam El Alim para Hakim, sa e ka ditë, apo pa ka njerëz që dinë e pastaj kur duhen me zbërthyer dijen, gabojnë, ka shumë. Këtë na çështu jemi apo. Ne e dim se kjo është e mirë, po si do na me çito me përdor diku tjetër, mundëm që na e dim për shembull, e dim na se njeri me tipare caktuar duhet me kon që të ungjën. Për shembull, po e dim si rregull, po a gabojmë kur ungjim dikon? Gabojmë. Ose qëllimisht e shkelim këtë parim, ose mendojmë se u kon çose e dim. Nëse Allahu xhallahu ala kur bën që Jusufi me shetit gjitha këto sprova, apo gjatë gjithë kësaj periudhe që ka shetin këto sprova, apo Allahu xhallahu ala e ka ditë. Dhe krasa që ka ditë, gjitha këto kanë qenë në përputhje me një urtësi të madhe që na që jemi apo dhalumun jahul, se Allah është alimun hakim, e kundërta e kësaj njëri është çka? Është dhalumun jahul. Që Allah e ka cilësuar njërin në Kur'an, innehu kana dhaluman jahula. Allah është alim, s'ka dia ati nuk ka kufi, apo nëse njëri është përballë saj jahil. Allahu është i urtë, vendos gjëra në vendin e vet, njëri është zullumçar. Nëse të vogël e çet në vend të madh, nëse të madh e çet vogël, nuk dinë me çit vend të vetë. Andaj Jakubi është ngushëllu me dijen e Allah xhallahu ala, duke ia bashkangjit së radhë edhe urtësinë e tij për të kalu edhe sprovën e radhës apo. Duke mos hin detalet edhe analizat e mundshme se ku ka çka bune, innehu huwa al-alimul hakim. Andaj Allahu e din kur u gjun bunar, edhe Allahu e din kur e kanë marr apo tregtarët, edhe kur e kanë shit, edhe në pallat, edhe kësaj radhe Allahu e din a ka vjedh vllai i as ka vjedh, gjitha këto Allahu e din. Kjo çka po më ndodh mua, Allahu e din, dhe gjithashtu kjo çka po më ndodh mua nuk është e rastishme, as nuk është më bëmu dikush, po është urtësia Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj të nderuar, njëri që mos jemi tek sprovat se kemi zonë pika tjera, mirë po kur jemi tek sprovat. Njëri gjithmonë kur të godet diçka, nga natyra e tij është më menu se burimi i kësaj kush është. Për shembull, me të vjedh dikush parët. Çka më njëherë ti mënon? Kush mutja atë? Mos më njëherë mund të më lidh kush muti më bëu këtë punë. Me ndëgjuni shpifje për ty apo. Më njëherë me automatizëm apo kërkon burimin, kush e shpifi, kush e tha, kush e boni, apo.
Çdo sprovë, thash njeriu që kanë për të, mundohet njëri me ditë burimin. Dhe sa më tepër hulumton për burim, dhe i pamundsohet me ditë, aq më shumë fillon me u shqetësu, se dikush po ma bën, s'po di kush, ka mundësi ma botash edhe më shumë, ka mundësi edhe diçka të jenë në detalet pa lidhje. Andaj ka mundësi më lidh me këtë burim, kush po ma bën për njerëzve, keqbërësve dëshëm, e kjo më jashtu sprovës ti edhe më shumë sprovën, ose ka mundësi me thonë, s'është kam intereson kush po e bën, atë kuptim, s'po më të thonë, jo, nëse din kush po e bën për me parandalu këtë diçka tjetër, po nuk mirret me ato se kush ma ka bë, apo? Po mirret me palën tjetër, me ato që është Alim el Hakim. Kush do qoftë që e ka bë, apo? A deli jashtë dijes së Allahut? Nuk del. A pe di ka Allahu? Balla shpërë. Gjithashtu ajo që po më ndodh, a del jashtë caktimit të Allahut? Jo, nuk del nga se Allah është el Hakim, ka caktuar me urtësi. Po shon ato. Andaj gjithmonë e gjejnë ngushëllimin sprova në këta dy emra që të dimë i përdor sikur se duhet ato. Dhe kjo është një prej gjithashtu gjurmëve dhe ndikimeve të rëndësishme që duhet t'i përjetojmë kur flasim për emrin e Allahut el Hakim. Gjithashtu prej dobive të emrit të Allahut xhallahu ala el Hakim është el Alim, se Hakim të rari inshallah, po el Alim është aja që ka të bëjë me dijen. Aja që ka të bëjë me dijen është në dy rrafshe. E para, që kjo në nxit për me kërku dije, për me mësu. Nga se sikur se thot Ibn Qayyim rahimullah, çdo emër që Allahu e ka, kushdo që përfiton nga emrin Allahu e don. Andaj Allahu e don të dishmin. Se Allah është el Alim, e don të dishmin. Allahu është el Kerim, bujar i don bujart. Allahu është i mëshirshëm, i don mëshirshmit. Andaj ashtu sikur është Allahu dhe robi i tij përfiton nga kjo që ashtu Allahu e don. Andaj kjo des për Allahu xhallahu që nga kaq Alim dhe vepra e vetme ose begatia e vetme që Allahu e ka urnu pejgamberin me kërku për ti më ashtu është dija. Kërkun s'ka shtoma pasunin, shtoma shnetën, shtoma kërkun s'ka kështu. A pse halal është me kërku? Mirë po, vetëm insan që ka porosit Allah pejgamberin, lyp me me të ashtu ka thonë kur Rabbi zidni ilma. Dhe thuj urdhën, thuj, o Zot më shto dijen. Andaj atij që Allah e ka mundsuar dijen, sikur këto që po mësojmë na, me njoft Allah xhallahu ala, kjo është begatia më e madhe që Allah ta ka dhënë. Dhe kjo është nevoja jote më e madhe për këtë. Pse? Nga se për këtë njerëz kanë nevojë më shumë ti, madje edhe pejgamberi Allah xhallahu ala, që ata i ka thonë që ta lype me të ashtu. Për tiret, a e ka mundësua Allah pejgamberi sa me ashtë ndru kodat në are, a i ka thonë, apo dënë, ka në s'po më duhet. Apo dënë me të bo Rasulën, Meliken, pejgamber mërat, si Dawudi dhe Suleiman, apo dënë kështë me të bo, ka mujtë me bo Allah gjellë vëra, apo dënë me konë Abden Rasulë, apo dënë me konë Rabbe i dërgum, konë Abden Rasulë, dënë me konë Rabbe i dërgum, I e ka ofru 2 pije Gjibrili, njëra ka qenë verë, njëra ka qenë, apo, qumsht, ka në cëtë me pi, dyhet halal për gjenetis, së ka rakia e dynjes. Apo? E ka marrë qumshin, ka në kanë ikhtar të lëfitra, e ke zgjeda të shmërin e pasër ato. Gjithmonë çështo ka bëu zgjedhje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ai s'ka pas nevojë me shtunë këtë punë. Ndërsa para që ka pas nevojë, kush krijesa më e dishme për Allahun xhallahu ala. Ai që na e ka mësuar Allahun xhallahu ala, kthi Allah bëhet lëp hala me ta shtudien. Sa Allah s'ka duhet ato. Andaj kena bëneve që të lakmojmë për dije. Veçanërisht për atë dije që na mëson rrugën e xhenetit. Por edhe çdo dije tjetër që i bën dobi njerëzimit, i bën dobi vendit, i bën dobi popullit, i bën dobi dunjas së muslimanëve. Gjitha këto janë të kërkuara apo. Mirpo, po dyshim edhe që na afron tek Allahu xhallahu ala, mos të hezitojmë këtë drejtim të shpenzojmë tëra që është e mundshme për të përfituar qoftë edhe një informat për ne mund të jetë e vogël apo. Mirpo dije se tek Allahu xhallahu ala asgjë që mësohet nga Kurani nuk është e vogël, nuk është e lehtë. Asgjë. Që ti për shembull ty çfarë është Alim Hakim, që ka dhënë përparësi Jakubi alsam emrit apo e shpjegojm pse e ka dhënë shkurtimisht. Mund na duket interesant, mund na duket jo shumë interesant, mund. Kjo është për ne relative apo. Po kjo informat që ne morëm çashti. Sipas asaj që Allahu vlerëson dhe gjykon, çish është nimeti më i madh që ta ka jap. Begatia ma e ronë, që ma shumë t'i peshon të Allah Gjellera, që ka qenë gove që të ashtë. Ka anë njëti ka Jube Sakhtijani, rahimullah, dhe i ka thonë,
kam një mesele me kanë, nuk kam kohë. Ka e vogël të thjesht. Ka shariat thjesht. Apo e ka thonë kuptim me thjesht me ka në shariat thjesht s'ka. Këtë është eron. Ka pse është eron këtë? Në kuptim peshës. Ka thonë se Allah i ka thonë pejgamberit ditën e parë. Në fillim kur ka dhënë me zbit Kurani, ja ka thonë këtë mësim, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Zoti i gjithësisë, apo që thot në surën Bekare, wala yauduhu hifdhuhuma. Nuk e rëndon Allahun rujtja e qive dhe e tokës. Apo përse këto tash me vëmendje, me lidh këto me ato. Nuk e rëndon, nuk i vjen shtir me rujt qiet e tokën hiç. Leti duket apo. Ky që i duket këron e let për vahjin që ka zbrit pejgamberi më thot, na kena më të zbrit ty kaulen, një fjalë të rënë apo. Ande krejt që ka konshëriat është eron, peshon rënd të ka Allahu Gjellë Gjellë huapëtën, peshon shumë të ka Allahu Azza Gjellë huapëtën. Andaj besimtari, gjithë dije që e merë, nga El Alim, i gjithdishmi e kupton si shumë tronë, shumë të rëndësishme, me peshtë posaçme dhe të veçantë ditë e gjykimit, kur të vendosën veprat në peshora. Kurrë nuk peshon më tepër se kjo dije e dobishme. Thash që na përmirëson gjendjen tonë dhe raportet tona me Allahun xhallahu ala, me veten dhe ndërmjet vetë pastaj. Dhe gjithashtu për asaj që në kodër se e marrëm të El Alim është se sado që ti din apo. Sado që ke marr dije, ko kabino marr dije mirë, shumë ke marr dije, apo të kurrë s'ke marr apo. Andaj këna mëson modestinë apo. Për çka po trego do njerëz dy mesele i ka mësu, apo një titull e ka marr edhe mos flet me këmbële, as rrin me këmbële. E çka ke mësuar ti? Çka din ti apo? Po ti sen elementare që kanë me vetën të zën apo. Nuk din. Ai që ke pa njerëz si të bën pak tituj, profesor, doktor, diçka, apo merri i mushit mëna se ka del mënçi s'ka zot. Ose më thon Allah, kë kushënjeri. Kibriti merr, halli i tij me herë, me një titull, guxon me kush ta ka mësuar këtë diell? Ku modestia? Khidri çka ka ditë Khidri? Khidri ka ditë diçka që nuk mësohet në shkolla. S'ka titull, ka dikush që merr një diplomë, e tani e vron një bam, e thot unë kam më rrokto se ky ka më bëj keq. Kur guzon apo kur kurs guzon më bëj. Me disdeti e prish anijen. Do më na marr çop kanë se na tonë është një më mirë është kjo. Kjo dije është dije e frymëzimit. Kjo Allahu i abdiku çështot. Aja nuk mësohet. Jo kanë do përfundime të ulemave, nuk e gjon libra. Nuk ku e ka marrë to? Allahu ja ka mësuar. Nuk din me ku sunë gjon ku e ka gjetur ajo. Kjo është e shpifme. Është në përputhje me Kur'anin dhe me Sunet. Mirë, përfundimi që i ka ardhur ajo, është çudi që ka ardhur atje apo. Ti e pranon që çështë është, ama çu ka ardhur? Problemi është me kuptuar. Khidri alayhisalam kon imami i qisaj lamia atë. Kur ka ibn Ani me Musa ashtu sikur sa hadithin Buhari. Para Khidri dhe Musa alayhisalam, dy njerëz më të dishëm. Kur ka ibn Ani ka ardhur një zog, një vramç, shpend i vogël, apo edhe e ka fut shepin e tij në ujë dhe u dal me herat. Çfarë mendani apo për sa ka ron niveli i detit pe kësaj? Niveli i detit ka ron 10 metra, 5 metra. S'ka ron hiç Allah. Atër Khidri ka thënë Musa, a din sa është dija Allahut me dijen tonë, sa dim na shumë na, që na kam na që po dim. A din sa dim na? Sa kena marrë nga dija Allahut, a din sa kena marrë na? Ka thënë aq sa ka harxhu që ky shpend për detit apo. A ka harxhu diçka? Edhe kjo është vetë sa për me ilustru me marrë vesh na, se na asçash nuk e harxhum dijen Allah xhallahu ala. Nëse Allah xhallahu ala ka thonë për krejt dijen çka kemi. Krejt çka din njerëz bashk, apo Allah ka thonë wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Krejt çka ju kena për dijes është shumë pak. Neve na duket që kush edhe çka kena ditë na e çka morën vesh na, krejt këtë çka din njerëz bashk me bu, krejt atë ti çka din gjuhë këtu, ti çka din gjuhë këtu. Historikisht sa ka ditë njerëz, krejt me grumbullu pasurinë intelektuale të njerëzimit me nivel me gjuhë. Komplet Allah krejt çka din apo qalila. Kjo është krejt veç pak apo. Kur është po dëshë. Subhanallah. Këti një pjesë e kësaj, e cila e qinte kësaj ti e këtu.
Apo ku të bëni me thonë që unë e di apo? Ku është jeti apo? Çka dim na apo? Andaj dituria duhet të bëhet modest, në bëhet për ulën. Jo me dituri me nënçmu, me përbuz, apo me kërku pozita caktuar, jo për shkak të diturisë, apo me keq përdor dijen, me keq përdor ignorancën e njerëzve, fatkeqësisht Allah na ruaj. E më ndryshme për me deviju njerëz. Pse? Pse më ka mësuar Allah 2 sene ti ka mësuar. Prandaj kjo duhet më mësoj gjithashtu edhe modestin lidhe me këtë që na ka mësuar Allahu xhalla xhelaluhu. Sikur se ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk ka nevojë me fol për modestinë e tij, nga se duhet ligjërata me fol për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Andaj me të vërtet njeriu që këtë botës e ka mësuar modestinë përballë dijes më të madhe që ka pas, a ka njëri më të dishëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Sot fjalët e tij, apo një fjalë e tij mrekullia shkencore në hadith. Jo mbledh një kallabllak shkencëtar e kanë zbuluar një sen që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka kallzuar me xhlis sunaj me sahabët e tij. Apo sa kanë zbuluar për punën e mizës që ka dhënë Kurbian, apo në ushqim, gjithë në tjetër apo. E herë në çma, e herë thuj sa ai ka ja e kon pejgamber për do punë se konaj për mizë, se kon për në fund jo ndërzu këtë, po është e vërtet se me një kraj ka helmin, me një kraj ka shërimin, e zhytëm komplet dhe nxirrëm apo, që nëse zhyt krahu i helmit apo duhet antihelmi me u zhyt për me pasu, e çështu me radh, vetë kanë zbuluar kanë shkruar, në fund kush ata këtë punë? Në cilat laborator e ka bërë këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Ata e duhet sheku me zbulu, ai në mejlis me sahabë me Abu Bekrin, apo ja ka dhënë këtë çështje. E shumë punë tjera apo. E mësosen për punë me njoft Allahu xhallahu ala, për punë megjithatë ka qenë modest me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk është veçuar për njerëzve në kuptim të mendjemallësisë. Kuptim të asaj që ai ka imponuar respekt posaçëm, përveç se kur ka pas bëj me titullin e vet apo. Po. Jo për të respektuar Muhamedi si Muhammed, po për të respektuar Rasulullah apo. Nga sa i ka dy kombinime, Muhammedun Rasulullah. Si Muhammed kur s'ka dhënë privilegje apo. Por si Rasulullah përmërut institucioni pejgamberllëkut. Për këtë arsye janë imponuar disa respekte caktuara. Mos ne ngritni zonën me ta, apo mos u largoni prej tij pa marrë leje, mos u futni të shtëpia të tij vonë. E kështu me radhë. Rregulla që kanë pas ashab, por këtu kanë pas të bëj me pjesën e dytë të titullit të tij Rasulullah. Se sa për këtë Muhammed ka qenë njëri për njerëzve. Prandaj kur kanë pyet Aisha radhiyallahu anha, çysh u kon pejgamberi të shtëpia vet? Çysh u kon? E kanë pyet tash si Muhammed shukon, jo si Rasulullah. Kanë basharan min al-bashar. Ka njëri për njerëzve, kon si njerëz tjerë. Kanë hajt në kputç, ju ka çky e ka kep shtë kpucën, apo në tesh e ka marrë ka kep tesh në vet, e ka fshi kasullën, në dele u met pa miel, u dole ka miel delën, apo ka mush. Tha dele sa ka thirrë zani. Fa idha sami'a al-munadi, kur e ka thi Allahu akbar, Allah i ka që ka pasi kalon në shku fal xhami. E çiko kur Muhamedi njëri më i madh histori. E çiko kuni thjeshti. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai që njerëz kanë ngajt me marr pikat e abdesit atë. Kur ka marrë kanë vrapu me asnjë pikë në tokë me rapën. Çiko kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po njëri sa më i dishëm që është, aq më modest është. Sikurse kalliri i grunit apo Ti po kalliri grunit apo. Sa më i papjekën që është kyt banat e monave. Si të më pjekë ul kyt të poshtë atë. Çfarë njëri, sa më pak din, e çon unë e di, unë e mësoj, unë më mërmendja. Si të kupton me vjet përvoja e rreka pak, apo se dikon të më rrej përvoja. E mëson përvoja, tani mund të qadha se s'po shka puna që po më ja mos u gotni, janë tani do desë më na i ka dhënë pak më ndryshe, se fillon me ul. E ul dia, e ul përvoja, e ul mësimi. Andaj njëri sa më shumë din, më i motën është. Më i përullën është, më modest është. Sa më i padishëm që është, se ka mundësi me pasë informata shumë, po i dishëm është me konë. Se dallan kultura e përgjithshme dhe informatat edhe dituria. Andaj njëri sa më tepër dituri ka, vallai më modest është, më i përullën Allahu xhallahu ala është. Për dobive tjera që mund të përmenim, duke shku ka përmbyllja e kësaj, është përmenim disa dobi që kanë ardhur sikur se përmena në fillim të kombinimit të këtij emri me disa emra të tjerë të Allahut azza xal. Që edhe këtë kur lexojmë Kur'an të kuptojmë këtë emër, kur kombinohet me këtë çfarë kuptimi mund të jap. E morëm për shembull emrin Allah xhallahu ala el Alim dhe el Hakim, apo dhe e kuptuam pse erdhën përparësi el Alim edhe pse erdhën përparësi el
mas saj ka ardhur el Hakim, nga se Allah xhallahu ala është i gjithdijshëm dhe në bazë të kësaj dije vendos gjërat në vendin e vet. A ki dyshim ti? Andaj ky kombinim tek besimtari bën një lloj qetësie dhe bindje dhe nështrimi për atë që ballafaqohet me ta. Edhe sharum ma herët ka qërtë mëse zotë ma tepër. Në asë tjetër ka ardhë Semiun Alim. Kur kënë Kuran s'ka në Alimun Semir. Kur kënë Kuran s'ka, që mas pak vjen emni Allah El Alim, pas e emni Allah e Semia. Ka e Semi edhe El Alim. Pse e Semi El Alim? Alimul Hakim ka ardhë në vendet, thash, ka ardhë zakonisht në për vendet, ku në mësën neve sabrin, ku në mësën neve me prit rrugdalin, apo prit se i gjithdijshmi dhe i urti është ka udheq, me kokë me tardh, apo andaj japet përsi Alim el Hakim. Ndërsa kur ka të bëj me lutjen e Allahut azza xal, ndëgjimin e duas, apo shpresën se shkojnë në vend dur, pejgambert e kanë përdor Semiul Alim. Rabbana taqabbal minna innaka anta Semiul Alim. Ibrahim e duke ndërtu qabën me Ismail ka thonë, o Zot, pranoj për neve, innaka anta Semiul Alim. Ti ai që ndëgjon edhe e din. I ka thonë përparësi ka ulemat, Allahu alem, ka shumë të aty, po një pejt që na mund të përfitojmë, i ka thonë përparësi Allahu xhallahu ala es-Semi, nga se kur thosh dikujt për shembull, filoni e din punën tonë, e din po kush e ka ni komplet, tani më qetësosh atë. Apo don çështja e kanë dëgju është më shpresdhëse se e din. Se tani që e din, na e dim që Allah e din mirë ç'është duhet. Me po kush edhe e kanë dëgju, krejt çka ti ai e kanë, se ka përcjell kur kush heq. Që ti më dëgju a është përcjell mirë, ai e din, edhe e kanë dëgjuar. Andaj ka ardhur es-Semi përpara el Alim, si lloj konfirmimi i dyfisht se mos ki gale e kanë dëgju, e din tash duhesh me prit Hakimin me vendosur. Sa ai me ursinë vet e din kur aktivizohet dhe kur përgjigjet Allah xhallahu në duan të ndapton. Andaj kjo është një shpjegim s'po mund ka duke interesant të es-Semi el Alim, se dime Semi el Alim ka ardhur zakonisht tek duat e pejgamberëve të Allahut azza. Ata e kanë përfunduar lutjen me es-Semi edhe me el Alim. Gjithashtu emri Allah xhallahu el Alim ka ardhur i kombinuar me emrin Allah Alimul Halim. Alim el Halim. Halim se kemi marrë ende, pejgamberi të Allah xhallahu ala është el Halim. Mi po el Halim është ai që është i butë. Në të kuptim, domethënë, mundet me dënu, s'dënon. Nuk përshama si kur një njëri, ke bo një krim. Mundet me dënu, dënim që një me, mos me mujtë me tronë men, kur me bo atë keqe më. E ti e din që e ka mundësi me dënu, apo, thot, nuk po mëjnë me dënu. Nga butësia ati, nga dashuria që e ka ndaj dikut, së dënën. Sikur se për shambull, njëri me fmite vetë, nga një me bojnë krim, po një shprejhe lastuse për mu afru, të thënë zemrë. Që kjo është në raport me njerës, El Halim. Të ka Allah Gjellewala nuk thejet, larga sajt, është në emnë Allah El Halim, me mësën e ma vona. Mirë po flasëm kodër të kombinimit ti me emnë Allah El Alim. Qëka kanë ulemat e El Alim, El Halim? Qëka duhet na këtu me kuptua? Kanë thonë, Allahu Gjellewala e din saksir që ka bujmë na. Ku të mërë që po dika ke që bujmë na, qa pret tjepë? Qa pret? Po më na mytë të na dënu. Normal, që ka lypëm na, krasim me begatite, që ka bujmë, që ka pret ti me dhe Allah këti njerëzimi, hajtë që përshkëm në individa, njerëzim. Që ka pret, për shambull, me i dhonë Allah Gjellewala një veni, kur e din saksisht, pësa ata ja luftojnë finë. Me ku një padije, ka argumentin të vetës, subin të po. Hama, kur e din se, subhanallah, dinin e Allahut pa luftojnë, për shkak që t'ju mundësot shfryrja e një jepshit saktum, qëfar flitësine o kja pëtën? Me i privu njës nga e vërteta, për shkak se ati dhe mësyni me po kështu, për sytë vetë, një mahal e bën të lashe. Edhe Allah ja din jetin. Allah këtë alim, ja u din gjendin e juve, mirë po, në ngushton me El Halim, El Hamna që është i but, e nuk vepran në bazë të ketë asoj që e din se në kishmi tonë vapëtën. Ndaj është Alim edhe El Halim. El Alim, këtë rast është
e din gjunat e robëve, e din çka meritojnë, pa ju bë zullum, por është El Halim. Jo, ka për të produkt e nuk po du më të nu. Ja, hajtë më vonë pak. Gjithashtu prej kombinimet që kanë ardhur në emrin Allah xhallahu ala me El Alim. Shumë të emrat, për të ne ka ardhur kombinimi i emrit El Alim me emrin Allah Ash-Shakur, Shakurun Alim. Shakur e kemi mësuar çka është. E këtu çka duhet na jep dobi emri Allah El Alim? Shakur është kur Allah xhallahu ala apo i është mirënjohës një robi për një punë që ka bërë. Edhe e gradon, i jep respekt, i jep sukses në punën e tij. Shakur është mundu, i jep Allah sukses, është përpjek, i jep Allah xhallahu ala rezultate. Shakur. Këtu tek njerëz zakonisht krijohet një përshtypje, për shembull se pse këtë, e pse ky, e pse ajo, e pse ky, krijon si versën. Allah xhallahu ala përmendai këtë vetë thot El Alim. Allahu e din pse e ka ngritur, e din pse e ka ulta. Ajo është shekur, ai shpërndan mirënjohje dhe falënderime dhe e ngrit rrobat të vet, dhe i shpërblen. Po kjo nuk bëhet në bazë që ju i bani, por bëhet në bazë të emrit të tij që është El Alim. Allahu e din hollësisht kush meriton të falënderohet. Allahu e din hollësisht kush meriton të lavdërohet. Allahu e din hollësisht kush meriton të ngritet e kështu me radhë. Andaj kombinimi i emrit të Allahut Ash-Shakur dhe El Alim na jep këtë përfundim të rëndësishëm që duhet të qetësohemi në atë që Allahu na ka dhënë. Por nëse kam bivlerësuar dikën të mirë, jo në ato mejdanet që sikur që e kam përmend, nuk të bëjnë nerë me të ndërsu Allah veç në to. Për shembull, ato që Allah e kam bivlerësuar ndaj tjetrit në pushtet, i ka dhënë pushtet ose i ka dhënë. Po ja ka marr fen apo. Kjo s'na bën nerë ne apo. Ne na bën nerë kujt i ka dhënë pushtet ja ka rrit fen. Ja çka na bën nerë. Na bën nerë kujt i ka dhënë Allah xhelala pasuri, edhe ja ka rrit fen. Çka po Allah. Andaj kujt ose i ka dhënë dije edhe ka rrit fen. Se ka qërë ditë me dije. Prandaj, nëse Allah xhallahu ala i ka bën nder dikujt, dhe me këtë nder e ka mbivlerësuar mbi ty, kjo është në përputhje me emrin Allah, që kemi thonë, Ash-Shakur. Po për më qetësuar të tërësisht, është El Alim. A e din kujt ja dhon? E din ai, nuk ka nevojë, po mos ndoshta një punë këti ka paj. Këti ka pa të ti, edhe din komplet kush je ti, edhe din me ty këtu çka bëhet, këtë Allahu i din. Andaj kënë në ngushtim dhe qetësime. Gjithashtu për asaj që në ka ardhë në Kur'an është kombinimi emrit Allah xhallahu ala El Alim me emrin Allah xhallahu ala El Aziz. El Aziz kemi thënë se është i gjithëposhtetshëm, apo ai që nuk mposhtet, por ai që i mposht të gjithë i mposht Allah xhallahu ala me emrin e tij El Aziz, sikur se kemi marrë. Edhe kjo ka një duos frikës të mposhtës, por subhanallahu, shikoj Allah xhallahu ala emri i tij El Aziz e ka kombinuar me El Rahim, ka dal, sikur se kemi thënë El Aziz atje apo është i poshtetshëm, i devotshëm, po është e koordinuar me ky pushtet dhe kjo udhëheqje me mëshirë. Gjithashtu është El Hakim, El Aziz El Hakim, sa ka në Kur'an, me urësi, nuk ka fuqi e tash vënë pa vënë, me urësi, para gjithashtu me dije. Allahu xhallahu ala e din. Andaj Allahu xhallahu ala nuk mposhtet, por Allahu xhallahu ala i mposht të gjithë. E pse s'pem poshtë ato atje? El Alim, e din ai kur më mposht. Apo nuk është duke u vënë mposhtja për shkak kur shkojë atë, vetëm për shkak se e din Allahu kur më mposht. Dhe këna bënë me kon qet. Allahu xhallahu ala nuk e din se çfarë është u bën vakia në Siria? E din, e pse? El Alim El Hakim. Alhamdulillah që s'na vet Allahu xhallahu ala kur më mor shpirtin e këtij ose atij. Mirë po, që shka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha la yumhilu lidh-dhalim. Allahu xhallahu ala ja shtyn afatin kujna zullumçarit. I shtyn afa. Hatta idha akhadhahu lam yuflithu. Veç kur të kap, s'fa ka mik. E qysh kjo me pa kap përpara ka pas këmika? Jo, apëtan, nuk mund të robi me ik pe Allah xhallahu kur të kap. Po ka mundësi me ik me tëube, ka mundësi me ik me shtik, a kuptut? Po, vjeni situatë saktume, që ata, kur ka qenë duke u fundos faraoni, Gjibril është krijes, nga urrejtë që ka pas, ka marrë zallë, nga funë, ka funë në gojë, mos pa të la ilaha illallah, e pështan.
Apo thot pejgamberi më thosë po e shoh Xhibrilin ka fut zallin gojë të faraonit, mos mund me Allah ka caktuar që nuk është e pse kanë më botë vetë aty kush më bua ndaj. Allah e ka ditë që ky smeriton, po ka dhënë më tregu edhe një aspekt të krijesave apo se edhe që aty ka mund të pështu apo. Andaj Allahu kur të kap, e kap në situata në rrethona që absolutisht nuk jepet mundësia as tauba, as istikfar, as daj kur hiç. E këto rrethona ai e din kur janë apo. Këtë ku ai e din kur ndodh apo. Andaj kur të kap, s'ka ka me ikë apo. Prandaj emri Allah El Aziz, El Alim, apo është edhe një lloj frike për neve në një aspekt, se është në poshtë, kush dënë me u ballazhu me Allahun me gjinoja, është në poshtë. Kush dënë me u ballazhu me Allahun xhallahu ala me kontestim të fesë të tij, edhe ai ka më në poshtë, sikur se janë poshtë të gjithë. I po kjo poshtja, apo nuk është e udhëhequr nga inati. Ti mua, nuk është e udhëhequr nga inati, nuk është e udhëhequr nga hakmarrja, nuk është e udhëhequr nga mosdia, por është e udhëhequr nga ai që është El Alim i gjithdijshëm apo. Dhe kanë bën neve me kon shumë rahat, se dije se nuk, ty nuk ndodh kjo, nga se Allah xhallahu e din kur duhet. Ama nëse din pejteje, ato çka sjell emrin e tij El Aziz, atë duhet njëri me pas kujdes apo. Andaj këtu janë disa prej kombinimeve që kanë ardhur me emrin Allah xhallahu ala El Alim, e pse edhe ka disa kombinime tjera, por për neve është e rëndësishme të ndëruar që ne gjithmonë apo kur të kalojmë për to ajete ku është kombinuar ky emër me emra të tjerë, ta kuptojmë më mirë këtë kombinim dhe ta fuqizojmë kuptimin e kontekstit të ajetit ku ka ardhur ky kombinim apo. Andaj kur vjen për shembull në kuadër, në kontekst, në kuadër të sprovave, dhe është përmend në fund Alimun Hakim, që jap fuqi kuptimit ton për sprovën që po ndodh. Apo kur vjen për shembull Semiun Alim në kontekst të duas, që jap fuqi kuptimit të duas, nga sepse i kanë kësaj përparësi. Kur vjen për shembull në kuptim të hakmarrjes ose në kuptim të dënimit, emri Allah Alim, Azizun Alim, për shembull, edhe kjo i jap kuptim këtij ajeti. E kështu me radhë këto kombinime që folën për to deri më tani. Andaj unë lutem Allahun e manduar që të na ushqen zemrën tonë me dije për të, njohjen ndaj Allahut xhallahu ala, dhe ta mundson që të përfitojmë praktikisht nga këto mësime për të përmirësuar jetën jonë, për të përmirësuar raportin me Allahun xhallahu ala dhe që të edukohemi dhe të arsimohemi në kuadër dhe në hijen e kësaj shkolle, kësaj medrese që mësues të saj kanë qenë pejgamberët e Allahut azza wa jall, njerëzit më të dishëm për Allahun te bareke u taala dhe ata që e kanë ndjek rrugën e tyre. Andaj Allahu na bëft ndjekës dhe pasues të kësaj rruge, dhe na mëson që me të vërtetë dalim nga kjo botë faqebardh dhe Allahun të takojmë faqebardh dhe të jemi nga ata që Allahu xhallahu ala i shpërblen si pasojë e kësaj njohje dhe praktikës në bazë të kësaj njohje, Allahu i shpërblen me xhenetin e tij. Dhe takimin e ardhshëm sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.